Well, I think that they have calculated a longer runway. Autoritetet iraniane kanë llogaritur një pistë më të gjatë se sa mendoj se ekonomistët ose politikbërësit perëndimor po parashikojnë. Dhe është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se ato janë mjaft të njohur për përdorimin e kapacitetit shtypës. Ata mbështeten te njerëzit që përdorin kursimet e tyre, dhe kështu ja kanë dalë njerëzit gjatë viteve të fundit, por konkretisht që kur shpërtheu lufta. Reforma e subvencioneve mendoj është gjithmonë një shenjë klasike, rritja e çmimeve të benzinës. Ndërkohë Irani paralajmëroi SBA-n kundër shtrëngimit të bllokadës detare të porteve të saj. Çdo përpjekje për të imponuar një bllokadë detare ose kufizime do të shkelte të drejtën ndërkombëtare dhe do të ishte e dënuar me dështim, deklaroi presidenti Masoud Pezeshkian. Presidenti i parlamentit Muhammad Bakir Galibaf deklaroi se kontrolli iranian i ngushticës do të siguronte për veten dhe fqinjet e saj një të ardhme pa praninë dhe ndërhyrjen amerikane në ngushticën e Hormuzit. Udhëheqësi suprem i Iranit Mojtaba Khamenei në një mesazh të shkruar të lexuar në televizionin shtetëror të njëjtën, foli për një disfat të turpshme për SBA-n në zbatimin e planeve të saj. Ai shtoi se një kapitull i ri po fillonte tani për gjirin persik dhe ngushticën e Hormuzit. Në të njëjtën kohë ai bëri thirrje për tërheqjen e SBA-s nga gjiri persik dhe gjiri i Omanit. Irani dhe fqinjet e tij për te detit ndajnë të njëjtin fat në lidhje me ndërhyrjen e fuqive të huaja, deklaroi Khamenei. Të huajt që vinë nga mijëra kilometra larg për të vepruar nga lakmia dhe keqdashja nuk kanë vend në gjirin përveç se në fund të detit. Ndërkohë që çmimet e naftës vazhduan të rriteshin, nafta bruto Brent e detit të veriut arriti përkohësisht në $126 për fuqi, niveli më i lartë për 4 vite. Çmimet më vonë ran pak. In terms of Për sa i përket vendeve që do të jenë në gjendje ta përballojnë krizën pak më mirë se të tjerat, Shtetet e Bashkuara në këtë drejtim do të jenë më të izoluara se të tjerat sepse Shtetet e Bashkuara prodhojnë më shumë naftë, kështu që të paktën mungesa fizike ndoshta nuk do të ndihet në Shtetet e Bashkuara, por megjithatë do të ketë një rritje të çmimesh. Azia ndoshta do të goditet më rënd sepse toleranca e konsumatorëve aziatik për çmime më të larta është shumë më e ulët se në Europë. Europa do të jetë në gjendje që ta përballojë pagesën, por përsëri kjo do të ketë një kosto. Cilido qoftë ndikimi që pati kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu në fillimin e luftës, ai nuk do të ketë një ndikim përcaktues në përfundimin e këtij raundi. Megjithatë, Izraeli mbetet në një pozicion për të siguruar që konflikti SBA-Iran do të vazhdojë në një farë mënyre në raundet e ardhshme. Kur bëhet fjalë për Iranin, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë shumë të përbashkëta, por në një çështje ato janë Marsi dhe Venusi. Për Izraelin, një Iran bërthamor është një kërcënim ekzistencial, për Shtetet e Bashkuara nuk është. Shtoni këtu dhe përfaqësuesit e Iranit, veçanërisht Hezbollahun, dhe keni një recetë për tensione dhe konflikte të pafundme, përsa kohë që ky regjim iranian mbetet në pushtet. Kur bëhet fjalë për Iranin, Izraeli në një farë mënyre do të jetë bishti që tund qenin. Në të njëjtën kohë do të ketë kufizime. Besueshmëria e Netanyahut dhe agjencisë inteligjencës Mossad të Izraelit ka rënë, sepse kjo nuk ka qenë luftë e shkurtër e premtuar që çoi në rrëzimin e regjimit iranian. Bombardimi i vazhdueshëm i Libanit nga Izraeli gjithashtu do të acarojë së shpejti Trumpin, pasi i shton një dimension të padëshiruar enigmës me të cilën ai tashmë po përballet në nivel vendas dhe global. Presidenti i SBA-s Donald Trump dha një përgjigje të paqartë nëse lufta që përfshin Iranin apo lufta e vazhdueshme ruse në Ukrainë do të përfundonte e para, duke u dukur në një moment sikur i ngatëroi të dy konfliktet gjatë fjalimeve në zyrën